Në kuadër të aktivitetit Festivali i Luleve nën kujdesin e veçantë të Bashkisë së Vlorës, mbrëmjen e së shtunës duke filluar nga ora 19:00 në lagjen e vjetër Muradie pranë sahatit të qytetit, ka startuar një koncert festiv ku kanë performuar emrat MNZ të rokut, Aleksandër dhe Renis Gjoka. Event artistik ky, cili ka mbledhur pranë vetes me qindra qytetarë të Vlorës, pushues vendas si dhe turistë të huaj. Performanca që kanë rëmbyer tuar trokitjet e publikut, i cili me anën e duar trokitjeve ka vlerësuar sigurisht aktivitetin e organizuar nga Bashkia e Vlorës. Për drejtuesen e turizmit në Bashkinë e Vlorës, Arlinda Tepelena, këto aktivitete nuk mund të realizoheshin pa mbështetjen e Bashkisë së Vlorës, si dhe kujdesit të veçantë të kreut të kësaj bashkie Ermal Dredha. Tepelena thotë se ato i shërbejnë sezonit turistik në qytet, duke sjellë për Vlorën më tepër gjallëri, duke e kthyer në argëtim për qytetarët dhe pushuesit e huaj. Tashmë sezoni turistik në qytetin e Vlorës ka filluar dhe Bashkia Vlorë, veçanërisht kryetari jon zoti Ermal Dredha, është kujdesur që të japi zë të gjitha aktiviteteve, të cilat synojnë argëtimin jo vetëm të qytetarëve të Vlorës, por dhe të turistëve që zgjedhin të vizitojnë Vlorën këto ditë, duke i ftuar që të kalojnë një kohë cilësore në Vlorë, duke u argëtuar sa më shumë. Koncerti i sotëm është koncert live i këngëtarëve Renis dhe Aleksandër Gjoka në kuadër të aktivitetit Festivali i Luleve, aktiviteti i cili tashmë është kthyer në traditë në qytetin tonë. Gentian Canaj, drejtuesi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, thotë se Festivali i Luleve është kthyer në një traditë për Vlorën, por ky aktivitet sipas Canaj nuk do të jetë i vetmi, pasi shumë të tjerë do të pasojnë në ditët në vijim. Vazhdojmë edhe sonte me Festivalin e Luleve, natën e dytë, ku është të ftuar grupet rock, të cilat siç po e ndiqni, në vazhdimsi në aktiviteteve që ne kemi organizuar për këto ditë. Koncerti sot organizohet nga ADF-ja Bashkia e Vlorës dhe Titi dhe vazhdojmë dhe nesër aktivitete për fëmijë në qendrën historike. Krahas atmosferës së magjishme të krijuar nga performancat e dy emrave më të mëdhenj të muzikës së rock në vend, në këtë aktivitet nuk kanë munguar as performancat elektrizuese të DJ Silvit.